Ju përshëndes zonja dhe zotrin, juftoj të na ndiqni. Kemi menduar që bisedën e sotme ta fokusojmë kryesisht tek planet urbanistike të munguara apo jo, të pamjaftueshme apo jo të qyteteve. Do të kemi mundësinë në minutat në vazhdim ta diskutojmë me arkitekten, urbanisten, zonjën Entela Spajvogli Koja. Përshëndetje zonja Koja. Përshëndetje, mirë se u gjej. Nuk është asnjëherë e tepërt mendoj të zhvillojmë tema të tilla të rëndësishme sa i takon planeve urbanistike, po fokusohemi më gjerësisht në Tiranë, se në qytete të tjera natyrisht edhe atje ka probleme. Mendova të ndalemi tek dendësitë e ndërtimit, hapësirat mes ndërtesave që duhen zbatuar, rrugët, aksesi, përdorimi miks i ndërtesave, daljet e emergjencës, rreziku i banorëve nga mos respektimi i normave të sigurisë nga zjarret dhe jo vetëm. Pra, pyetja e parë që kam, zonja Koja, është kur ndodh një zjarr, si ai para disa ditëve, në një njësi private që rrezikon pallatin qytetarët, si ndahet përgjegjësia mes pronarit, administratorit dhe kontrollet parandaluese që duhet të ushtroheshin nga institucionet përkatëse? Atëre, megjithëse ne, siç e bët edhe hyrjen, do flasim edhe më gjerë se kaq, pa diskutim të gjitha këto do të çonin në rezultatin që historisja ajo në zjarri i ditëve të fundit mos ndodhin. Dhe këto vijnë pikërisht nga dështimi i njësër i zinxhirit institucional dhe projektues. Pra, pavarësisht se thaj apo përgjegjësia i vihet individëve, në fakt ky është dështim institucional, dështim i projektit, dështim i kontrolleve të projektit. Në rastin e fjalë janë të përfshira të gjitha bashk, planifikimi i keq urban, apo mos kontrolli, si më thanë, kur bëhet një zhvillim i ri, duhet patjetër të shikohet një rreth i gjerë objektesh dhe zonash banimi të cilat afekton ky kompleks që krijohet, apo ky ndërtim qoftë edhe i vogël, prandaj ekzistojnë planet urbanistike dhe ligjet dhe protokollet për këtë. Dhe mbas saj vjen dhe projektimi thjesht, pra projektimi i një objekti të caktuar, dhe në fund është procesi i lejes së shfrytëzimit dhe i kolaudimit të objektit në veçantë. Dështimi i të gjitha këtyre ka quar ose më mirë një zjarr i tillë dhe alarmin e madh pikërisht të dështimit të gjithë këtij zinxhiri. Dhe mbi të gjitha zinxhirit kontrollues. Zinxhiri kontrollues ka të bëjë jo vetëm me zyrën e urbanistikës, me entet e kontrollit të projekteve, por ka të bëjë nuk ka të bëjë vetëm me IMT-n, pra nuk ka të bëjë vetëm me faktin që të gjithë institucionet apo entet aprovuese dhe kontrolluese duhet ekzistojnë, por ka të bëjë edhe me aktorë të cilët duke janë privat, si supervizor e tjerë. Pra është një rrjet i tërë institucional dhe projektues që ka dështuar. Pra nuk kemi të bëjmë me dështimin thjesht të një pronari i cili bëri gabim vendosjen e një materiali dhe tash të gjejmë armikun e klasës, se kështu më pëlqen ta përdor si shembull edhe ta dënojmë. Jo, këtu ka dështuar shteti, këtu ka dështuar institucionet shtetërore për të krijuar banesa të sigurta dhe për të krijuar një siguri banimi për banorët të cilët blejnë dhe marrin në posedim hapësira, po themi, për zhvillim apo për të banuar po themi në objekte të cilat jepen lejet. Pra, unë do doja ta theksoja që në fillim pikërisht këtë, që zjarri i ditëve i atij objekti pranë farmacisë 10 ishte një damk për dështimin e institucioneve shqiptare.
Zonja Koja, fatmirësisht nuk patëm humbje jetësh dhe kësaj i gëzohemi më së shumti nga ky rast apo dhe raste të tjera të mëparshme, por ajo çfarë lë pas kjo ngjarje natyrisht është frika te qytetarë të tjerë që jetojnë në pallate të ngjashme nga ai që u doq para disa ditësh apo jo, ku siguria për jetën është shkrumbuar. Ju thatë që janë një zinxhir institucionesh ku bie përgjegjësia, por nëse reflektojmë mbi çfarë deklaroi kryeministri Rama, për shembull, i cili u mjaftua duke thënë se firma e ndërtimit do të rindërtoj pallatin edhe me apelin adresuar qytetarëve siguroni shtëpit në Klapa këtu, kur ka qytetarë që ende nuk e kanë një certifikat pronësie sa e mundur është edhe ajo çfarë sugjeron apo urdhëron kryeministrin këtë rast. Një nga arsyet që nisa bisedën tonë pikërisht me përgjegjësinë institucionale është edhe fakti, ose më mirë revolta që pata kur kryeministri doli me zgjidhjet Deus ex machina që tani do ta zgjidhi ndërtuesi dhe ky problem mbyllet këtu. Nuk është kështu. Përgjegjësitë nuk mund të jesh dhe gjykatës dhe ndërtues dhe t'i bësh të tëra, sepse këtu ka institucione të cilat duhet ta ndjekin dhe nëse ai e bën, janë flitet jo vetëm për fasad, por 71 banesa të djegura, ata zënë se ndërtuesi ka luksin dhe e ka mundësinë financiare ta bëjë një gjë të tillë, kjo s'ka lidhje me ndërtuesin apo me mundësinë e tij financiare, kur një krim, se ky është një krim, domethënë ndodh, nuk mund të zëvendësohet të gjitha ato hallka të cilat e hetojnë dhe hetojnë jo thjesht për të nxjerrë fajtorët, por dhe që ky rast mos përsëritet. Dhe që të ndodhi kjo, ti nuk mund të marrësh kushdo qoftë një banor i thjesht, ndërtuesi apo kryeministri, të marrësh tagrin e të gjithë institucioneve të tjera, të cilat duhet ta msitin gjithë hallkat dhe gjithë problemet që krijohen nga raste të tilla. Ajo që neve na mungon dhe që del menjëherë në pa është pikërisht nevoja e kodeve shqiptare tashmë të ndërtimit, jo eurokodeve apo kodeve të cilat të vinë të zbatuara me iniciativë personale të ndërtuesve, por kodet dhe protokollet të detyrueshme, mbi bazën e të cilat të ndërtohen dhe kontrollet institucionale që nga faza e ndërtimit, e lejes që jepet për shfrytëzim dhe aktit përfundimtar të kolaudimit i cili certifikon objektin. Kam dëgjuar këtë ditë të thuan gjëra nga më të çuditshmet. Jo për faktin sepse njerëzit të gjithë janë të revoltuar për një rast të tillë, por në këtë rast un kam dëshirën t'i referohem pjesës teknike dhe për sa i përket pjesës teknike, pa diskutim domethënë me sa thuhet në rreth inxhinierike, tashmë jo në rreth bisedash po themi kafeje, bëhet fjalë që duhet të forcohen shumë masat për mbrojtjen kundër zjarrit, të cilat përgjithsisht insistojnë në ambientet e brendshme, po jo në ambientet e jashtme. Pra domethënë në rast si ky që kemi kompozitit që në gjuhën e zakonshme të ndërtimit quhet alukobond, por nuk është alukobond, është një material me veshje alumini dhe me plastik brenda, që ka vërtetuar jo vetëm në rastet e Shqipërisë, por edhe në shumë raste të zjarreve të para në shumë po themi qytete të zhvilluara, është një material i cili ka fatin e keq të digjet në mënyrë të menjëhershme dhe fakti që krijohet me një fesad ventiluar, pra me një distancë nga materiali muri ekzistues, muri ndërtues, krijon efektin oxhak i cili krijon këtë djegjen e menjëhershme dhe shumë të rrezikshme. Pra në këtë rast flitet që jo vetëm këto kodet ekzistojnë, por të modifikohen për rastin dhe për të bërë të ndaluar tashmë vendosjen e materialeve të cilat kanë dhënë prova, jo vetëm tamë në Shqipëri, është rasti i Spanjës, është rasti deri në Dubai, ka qenë një e fundit edhe në Londër, pra kemi shumë raste ku, sidomos ai i Londrës që edhe me humbje jete, dhe fati jon që objekti është i ri,
dhe me sa duket, ato të po themi të evakuimit i ka pasur shkallët e daljes i ka pasur efektive, dhe kjo ka qenë një lajm i mirë që ne s'kemi asnjë humbje jete, megjithse kemi dëme shumë të mëdha, rreth 71 me sa thuhet apartamente banimi. Por, unë insistoj në faktin që siguria e jetës në Shqipëri është diçka e cila si me thënë, varet pa diskutimesh dhe nga mënyra se si ndërtohet, por në rastin konkret ka të bëjë me mos kontrollimin e materialeve të cilat janë vendosur në objekt. Në objektet për shembull të vjetra që janë 5-6 katëshe dhe që përgjithsisht kanë filluar të vishen me materiale kapot, unë personalisht nuk e dua fare si material, as si teknik, por ndryshe nga Luko Bondi ngjitet me materiale dhe reagon pak me sa thuhet, me sa eksperimentohet më mirë se sa Luko Bondi ose kompoziti që quhet. Ndaj, këto janë eksperienca të cilat nuk duhet të përsëriten me sa thuhet. Me sa thuhet sigurisht që të flasësh për këto gjëra me kompetencë duhet të kesh studime shumë të qarta, pra nuk mund të flasësh në mënyrë të prerë. Por të nxitosh dhe të fusësh në vend që të merresh pikërisht me zgjidhjen e problemit dhe të fillosh dhe të flasësh për sigurinë banese dhe të shfrytëzosh rastin për të futur ca hallka të tjera shtesë, për mua duket e padrejtë, për arsyeën e thjeshtë që dhe kompanitë e sigurimit kur bëjnë një sigurim, ashtu siç e thatë ju, duhet të jenë të sigurta që ju të keni certifikat, që ju të keni një projekt të bërë sipas standardeve. Pra asnjë kompani sigurimi nuk të bën sigurimin nga tërmeti siç thuhet apo zjarja apo kasko që i përmbledh të gjitha, pa qenë i sigurt që ti ke të gjitha të certifikuara dhe të ndërtuar me standard. Dhe nëse këto kanë ndodhur, atëherë në përshtypjen time, në opinionin tim personal, kjo duhet të jetë një gjë vullnetare dhe jo e detyruar, pra mos të shfrytëzojmë fatkeqësinë e radhës për të bërë edhe ca përfitime të tjera për grupe të caktuara, të cilat jo domosdoshmërisht janë në benefit të njerëzve. Jo se dua të them që kjo sigurim nuk duhet bërë. Patjetër. S'pa i vogli koja, se un kam qef t'ju thraseve me mbiemrin tuaj. Sa i takon reagimit që ka patur edhe avokati i popullit me rastin në fjalë, nënvizon mbi të gjitha edhe problemet që kanë qytetarët me institucionin e kadastrës, pra ato që cituat ju pak më parë. Po sa i takon materialeve që përdoren në pallatet apo kullat në Shqipëri, koja, janë ndërtuesit, arkitektët, inxhinierët që zgjedhin apo janë të përcaktuara në ligj materialet që mund të përdoren dhe s'mund të përdoren, dhe kush e monitoron nga afër, kush e ka tagrin institucional, se ne flasim gjithmonë pa drejtuar gishtin tek personat përgjegjës që paguen nga taksat e qytetarëve shqiptar për të bërë që jeta e secilit prej nesh të jetë më e sigurt. Mund të them me kompetencë për faktin se kam gjatë në profesionin tim dhe kam punuar jashtë, por dhe në Shqipëri shumë. Në Shqipëri mungojnë kodet dhe protokollet, kodet shqiptare dhe protokollet shqiptare dhe monitorimi në faktorin kohë, megjithëse projektet dhe planet urbanistike, siç u tham dhe në fillim të emisionit, që do doja ta sqaroja edhe më gjatë, që planet kanë filluar të jenë më të mira, më të avancuara, monitorimi ka ecur mbrapsht. Kemi regres në monitorim. Kjo vjen që në faktin që në 2013 me ndryshimin, me krijimin e ligjit të ri për planifikimin e zhvillimin e territorit, u hoqën entet kontrolluese, një ndër to që janë këshillat e rregullimit të territorit dhe përpara tyre ishin këshillat teknik. Askush nuk e di tashmë se duke munguar dhe këto kode po themi shqiptare të kontrollit dhe monitorimit, nuk e kupton dhe nuk arrin ta marrë vesh deri ku ndodh se kush i monitoron gabaritet teknike të një ndërtese, të cilat nuk janë thjesht masat e mbrojtjes kundër zjarrit, nivelin
e evakuimit në rast zjarri i cili tashmë lind nevojën si në vendet e BE-s dhe jo vetëm, që duhet të jetë i tillë që po themi bloqet e shkallëve të jenë në dy ekstremet e godinës dhe në rast kur këto mungojnë të kemi shkallë emergjense të jashtme siç i shikoni në Amerikë, pra që hapen pikërisht në rast zjarri dhe që shpëtojnë jetë njerëzish. Këto janë gjëra të cilat e para krijohen në kodet e ndërtimit dhe e dyta monitorohen nga ente të caktuar që janë këshilla teknik, dikur kanë qenë këshillat e rregullimit të territorit që edhe pse dukeshin si faza përfundimtare dhe jo domosdoshmërisht teknike, ishte enti i fundit i cili nuk lejonte gafa apo probleme të tilla. Pra, ajo që po dua të them është pikërisht kjo. Megjithëse projektet po vinë më të avancuara, megjithëse standardet janë rritur, sepse ne punojmë shpesh me objekte dhe materiale të cilët vinë nga bota dhe Europa dhe shpesh janë jo shpesh, por në shumicën e rasteve janë të certifikuara, monitorimi lokal shqiptar mungon. Dhe ky është një alarm i madh për të thënë që ne duhet të rikthejmë sita teknike në mungesë sidomos edhe të kodeve shqiptare të kontrollit. Dhe këtë nuk mund ta lëmë në dorë të investitorëve privat, të cilët pavarësisht shpesh me dëshirë të mirë apo me dëshirën për të përfituar, pra për të ulur kostot, zgjedhin materiale sipas dëshirës së tyre dhe i ngelet vetëm një punojësi të enteve të rregullimit të territorit që janë urbanistikat, pra punojësit pranë urbanistikave në një sit lokale, dhe rasti më flagrant është i Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit dhe Agjencisë Zhvillimit të Territorit, që është sekretaria e kësaj, pra Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujrave, të cilët kanë një super kompetencë dhe super ngarkesë për të kontrolluar projektet dhe absolutisht nuk kanë kompetencën për të bërë sita të tilla, sepse janë ente shumë lart për të kontrolluar gjëra kaq në detaj. Pra në hierarkinë e aprovimit të projekteve kemi dhe pjesës dhe kontrolleve teknike kemi hapa mbrapa. Ndërkohë që projektet urbanistike dhe teknologjitë janë mirë dhe teknologjitë e avancuara janë futur tashmë në Shqipëri. Dhe objektet e reja dhe sidomos me kërkesë shpesh punojnë me projekte dhe standarde të ardhura nga jashtë dhe jo nga kodet shqiptare. Dhe ky është një lajm i keq për Shqipërinë dhe sidomos një përgjegjësi për objekte të këtij niveli e mban direkt Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujrave, sepse leje të atij objektit është e sigurt që e kanë dhënë pikërisht ky këshill. Dhe materialet dhe standardet duhet i kishin parë pikërisht ata. Dhe ata janë të parët që duhet të përgjigjen në qoftë se kanë dhënë leje për vendosjen e një materiali të tillë apo mënyrën se si është vendosur një material i tillë. Dhe përpara se t'i vëmë gishtin atij ndërtuesit që pa diskutim mban përgjegjësitë e tij, duhet i vëmë atyre enteve të cilët nuk e kanë ushtruar ose nuk e kanë pasur në atë punën e tyre kontrollin ndaj standardeve dhe ndaj materialeve të tilla, të cilat tashmë janë të provuara me sa duket që janë një teknologji e gabuar, sidomos në objekte banimi dhe në objekte me densitet kaq të lartë. Spajvogli, koja dua t'ju pyes, dua dhe një pyetje të fundit, po shumë të rëndësishme, sa i takon planit të evakuimit në raste të tilla. Si duhet të veprohet, sepse kemi dëgjuar deklarata nga më të çuditshme të akomodim tek komshinjt, kushërinjt, ndërkohë sot në mëngjes lexonim edhe lajme të tipit 30 familje kanë kaluar natën jashtë, pra si duhej vepruar në raste të tilla. Përgjegjësia e Unë di që pati një iniciativë qytetare dhe vullnetare që u ofrua dhe uroj që këta njerëz përveç fatit të keq të humbjeve materiale, të kujtoj atyre që gjë lajmi më i madh për ta është që nuk pati asnjë humbje jete, por plani i menaxhimit të krizave në këtë rast, kështu quhet, nga autoritetet shqiptare lën shumë për të dëshiruar, për faktin e thjesht që ata nuk kanë asnjë
protokoll apo një standard për të operuar me raste të tilla, sepse këto raste nuk pritet të ndodhin. Protokollet për të tilla raste, akomodimi dhe krize, pra sistemimit të njerëzve duhet të ekzistojnë atje pikërisht në raste krizash. Dhe me sa duket, autoritetet shqiptare nuk kanë dhe nuk mendojnë për të tilla gjëra, madje mos ulemi në nivelin e bisedave të ulta të cilat diskutohet sistemimi në njerëz apo në rastësi. Dhe kjo është gjë shumë ky është një lajm i keq. Unë që nga fillimi i bisedës dhe tashmë dhe në fund dua të vë pikën mbi pikërisht mbi përgjegjësinë. Përgjegjësitë janë institucionale. Janë institucionale dhe në fund pa diskutim janë dhe të atyre të cilët kanë ndërtuar dhe kanë realizuar një objekt të tillë, po e para është institucionale. Dhe me sa duket edhe në rastin e akomodimit dhe e përballimit të emergjencave, institucionet shqiptare përveç se me sa duket disa shfaqjeve mediatike nuk kanë pasur asgjë konkrete dhe fakti dhe ky do nëse kjo është e vërtetë është një tur për qytetin i cili nuk akomodoi këto familje në ditën e tyre më të vështirë dhe di që ka pasur lëvizje qytetare për të ndihmuar pikërisht vullnetarësh, por më shumë se kaq deri kërkesën për të krijuar një GoFundMe, por këto janë në dëshirë të mirë të qytetarëve të banorëve të qytetit të Tiranës, por institucionet shqiptare gjithmonë më shumë po provojnë që nuk janë në lartësinë e duhur ose kanë rënë në një gjendje apatie dhe gjumi dhe duket sikur çdo gjë duhet ta bëj vetëm sektori privat dhe njerëzit vetë. Dhe ngritja në nivelin e përgjegjësisë i bën ata, do të thënë ndjekjes edhe penale të tyre, do t'i bëj ata të kuptojnë që po themi trajtimi i situatave të emergjencës është detyrë. Pra është detyrim. Po të flasim për standardet të cilat do korrigjohen dhe duhet të korrigjohen, duhet të vi pikërisht mbas analizës që i duhet bërë institucionalisht dhe teknikisht rastit dhe mbasi ta kemi bërë këtë analizë, ne mund të kërkojmë që dhe në kodet e ndërtimit të shtohen tashmë kërkesa për zgjidhje teknike dhe emergjence të çdo rasti, jo vetëm të një objekti si ky, po edhe të qoftë edhe të një objekti të vogël. Pra rasti, sepse mbi të gjitha jeta e njeriut është kryesorja dhe e rëndësishme është që të mos kemi më humbje dhe mos arrim në atë pikën ku leksionin e radhës ta marrim mbasi të kemi arritur, mbasi të kemi kaluar ose probleme të tilla. Emtela Spajvogli Koja, ju falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit ju. Faleminderit. Falenderime edhe për ju, zonja dhe zotrina Ndoqët.